nuk ka dështuar, në fakt kapitalizmi është vital, por format që ka marrë kapitalizmi në një periudhë caktuar. Është në krizë breç. Vital. Ja ta thot mendime. Thuaj. Jo. Ka dështuar, sepse kapitalizmi ka krijuar përsi të madhe, domethënë, ka krijuar zhvillim të madh dhe do vazhdoj të krijojë, por format që merr aty këtu, siç ka marrë tani në Amerikë, e tha Bideni në fjalimin e Lam Tumirës, kur u largu nga shtëpia e bardhë dhe e njoftoi si një shqetësim dhe si një rrezik që po vjen një autokraci e miliarderëve në Amerikë. U fut kjo fryma e një pakici miliarderësh që bëjnë ligjin, bëjnë kudo, bëjnë diellin, bëjnë hënën, bëjnë motën etj. Ky është konteksti në cilit ndodh ky zhvillim i madh i cili ka sjellë tronditje shumë të madhe në gjithë ato që po është një ngjarje që e prodhon liria në Amerikë. E prodhon prap ajo që e ka krijuar Amerikën. Këtu nuk duhet harrojmë një gjë. Është pak më politike këtë. Që ky është kandidat i Partisë Demokrate, ky fitoi primaret. Pra ky ndryshe nga që ndodhet tek ne, që kemi primare falso, si kemi fare. Demokratët kanë fituar dhe në vendet e tjera. Se ne në ndaluam te Mamdani, por edhe për qark New Yorku dhe zonat e tjera, i kanë fitu demokratët. Dhe është dhe një shuplak ndaj ti burit të ri që ka ardhur Trumpit. Jo, po New Yorku ashtu ka qenë. Për të kuptuar, jo, ka qenë dhe republikan, krybashkiak, ka qenë krybashkiak. Po qytetet e tjera? Ishte edhe avokati i Trumpit. Italian. Po du të them të gjëri, se ka rëndësinë është për teleshikuesit. Pra ky nuk është ato etiketime që ja vënë kundërshtarët e vet, domethënë nuk janë që përputhen me atë rrugën që hyri ky në politikë. Ky është kandidat i demokratë. Ka mundur shumë rival, ka mundur dhe ish krybashkiakun që ishte poj Partisë Demokrate. Do të thotë që elektorati shumë ngjyrësh i Partisë Demokrate në Amerikë, i cili fillon që nga liberalet që kufizohen me djathtën republikane dhe shkon deri te Sanders, që është një majt klasik, pra është një parti që ka korrent, është parti me shumë shpirtra, në kuptimin shumë ngjyra, plurale. Dhe ky është qëndron diku, nuk qëndron s'ka, se ky është i ri, ky s'mund të qëndrojë s'ka. Ky është një demokrat, i cili nuk është nga këto liberalët e djathtës, siç janë disa, por është një liberal i majt, po them, që vjen nga një familje, Gjinushi tha shumë mirë, një familje intelektuale. Ky bashkoi për mendimin tim, se e ka ndjekur edhe unë me vëmendje, moshën, bashkoi mesazhin dhe bashkoi dhe oratorin. Ishte shumë orator. Dhe nga një pikpamje, ky erdhi në një simetri, apo mund ta themi antisimetri, si doni, me ardhin e Trumpit, por me një diferencë të madhe moshës, sepse dhe Trumpi me këto elemente erdhi. Ai fitoi garat në parti, Trumpi që fitoi pushtetet. Trumpi është këtu, për mendimin, është goditje për trumpizmin, siç thua ti, për atë frymën e Trumpit. Pse? Për faktin se Trumpi u përfshi shumë, një çudi që u përfshi, domethënë, presidenti i Amerikës në një fushat për të delegjitimuar dhe për të penguar, për të bërë dëm një kandidat shumë të ri në moshë, një djalosh. Ai vuri fytyrën Trumpi si t'ishte duke, si t'ishin primar zgjedhjet që do bëhen vitin e ardhshëm në zgjedhjet e ndërmjetme. Dhe nga kjo pikpamje Trumpi mori një goditje, sepse shumë njerëz në Amerikë kanë lexuar si një mesazh kundër personalizimit pushtetit, kundër një fryme, domethënë që është krijuar atje në Amerikë, që guxon shkel ligjet e shenjta që kanë mbajtur në Amerikën, për cilat dhe gjykatët e tha edhe pak më. Pra ju e shihni si një mesazh ndaj Donald Trumpit këtë. Po. Më shumë një mesazh se sa ishte një mesazh se sa krizat e kapitalizmi. Jo, nuk kapitalizmi. E shihni si mesazh ndaj Trumpit. Kapitalizmi nuk është në krizë, për mendimin tim. Sistemi është për mua, sistemi politik dhe kapitalizmi. Se në mosh optimizmi tem më çudit shumë. Për cili? Pjemo kjo për sistemin. Ky sistem ka ikë për lesh. Ato qëndrimet e mia kanë dalë deri tani. E the edhe shpartët falenderoj. Nuk po të kundërshtojmë jo. Jo, po ma bit pak se sistemi vetë është në dilema. Unë jam i lexuar këtë pikë. Optimizmi im lidhet... Po dhe unë i lexuar jam se...
Se ti po flet tani sigurisht nga... Kam lexuar këto korifejt e liberalizmit. Jo, po ti ke korifejt, po ke dhe poezinë pastaj. Poezinë. Ti ja fut e dal realitetin. Liberalizmi. Dhe libën lart edhe fluturon pastaj se kapitalizmi është në krizë, sistemi është në krizë, sistemi më shumë se kapitalizmi. Do vetë korrigjohet, mëse... Ore, mund të korrigjohet, mund të mbyllet pret. Historia e njerëzimit është që ka limite për gjithë shka. Edhe guri ka jetë, ka mosh. Edhe guri ka mosh, jeni ku ambaron. Do kalojmë komunizm, do kalojmë... Nuk e di ku kalon. Do ketë vetë korrigjohet. Nuk e di, po në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, o zotri, në çdo vend ka nga 10-15 veta, e kupton? Jo, po si këtu, mos si këtu. Su bas njerë. Modelit nordik. Mori modelin e fundit të këtu, dhe bëre 10 pasur në Shqipëri, ka historia. Me përkufizimin të unë, them janë vendet lirat e ekonomisë tregut. Ju do të kapitalizm. E pranojmë. Vendet nordike janë vendet model dhe një pjesë e Evropës se si të regojnë se nisma e lirë, e lidhur ngusht me shanset e barabarta, me sundimin e ligjit, për këto janë vlerat e shoqërive të hapur. Ne po qim shoqëri e hapur, mësë qim kapitalizm. Nuk shterrojnë, se nuk kanë alternativë më të mirë sot. Sjellja Danimarkës, vend nordik, kundër emigrante, është komplet e djathtë. Nuk ka lidhje fare me shtetin social. Nuk është... E di kush është problemi... Ato emigrantë shkojnë si hallxhi atje. Edhe kjo fabula e vëndeve nordike ka vlejt deri në vitet 90, po ekstremizohen dhe vëndet nordike... Do Spanjën, do vetë Amerikën. Amerika zhvillohet, ka pabarazi, ka ndodhur ndryshime, jam dakord. Ekstremizmi prodhon ekstremizmin. I ekstremismi... Se thashun, s'tu ta bëj të debatë, se... Një sekundë vetëm. A je okej, o zotri? Amerika është perandorit... Për 6 minuta, okej. Prej 2-3 dekadash, Amerika sot, në qoftë se bota dhe perëndimi jetonin në kurizë të Amerikës, sot Amerika është e pa vetë mjaftueshme dhe jeton kurizë të botës. Nuk jeton do të më pos qenë fuqi imperialiste. Dhe ky është problemi madh i Amerikës. Ata, Trumpi ka ardhur me tezë tjetër, nuk ka ardhur për Amerikën në botë. Pikërisht se dështoi, po kthehet në izolacionizëm. Ajo i bën dëm Amerikës, se fuqia e Amerikës është në hapje. Amerika ka qenë ajo që është, në vend lider, do të thënë në hapje, jo në mbyllje. Edhe Belu e shkretë, donte autobus falas më shkruajnë, po si mandani, po nuk me ndërë nuk e porti një fare. Se ka ku do kështu fort. Se në Milano s'ka. Por, Belo donte autobus falas. Po nuk merte taksa. Tregonte kuj doja merte parat. Se po stregove si do e financosh autobusin falas, e ke kot.